për shembull, ose në malësinë tek sipërfaqja vestikulare e vëmendjes, që mund të bësh një mbështetje të fortë, një pikë të fortë. Pastaj qëllimi i kavitetit është visuar presa mbahet të pikun me sipërfaqen e krystalit ose varet masi gjatë. Mënyra e punimit është presjeje me ndërprerje, jo vazhdimisht edhe në nëse punon me presion në një të pikë, po presion iniciativë pavarësisht se ti je me anëzësia, dhe nuk punohet asnjë me presion. Nuk është se do ta bëj shumë të thellë si kavitet. Asa që mund si duket forma e kavitetit një, edhe mundësi për vendosur mbushjen orës tjetër, okay? Këtë orë do bëjmë hapjen, orës tjetër do bëjmë mbushjen. Bullakimi i mureve, jo kalimi nga një mur në tjetër të drejtë seksuar. Kur i drejtë jetë mbullakos, ose sepse në momentin që do vendosësh mbushjen, aty krijohet zona de tension. Pra mbi ndërmohen këto zona, prandaj bëhet kalimi në fund të mbullakosur. Si realizohet? Në presë do të fisur kalimi anë tek jeta. Kurse baza e sheshtë të presë hipokonike në fund të sheshtë. Pastaj do bëhet vizot. Vizot që një do bëjmë hapin. Kurse në premur lartë, forma e kavitetit është në formën e një pjongoje. Një lloj si fisura, vjen fisura. Okay?